10 ditë përpara zgjedhjeve, qeveria ndryshon për herë të parë për këtë vit buxhetin e vitit 2025. Për këtë ndryshim, Ministria e Financave është drejtuar me një shkresë për opinion Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Ky adresim që bën ekzekutivi lidhet me çka sanksionohet në kodin zgjedhor, ku theksohet se 4 muaj nga dita e zgjedhjeve është ndaluar të merren ose miratohen vendime, të cilat kanë efekte financiare. Në kuptim të ligjit elektoral, kjo periudhë 4 mujore ka nisur në datën 11 janar dhe përfundon ditën e zgjedhjeve në 11 maj. Por Këshilli i Ministrave ka ndryshuar buxhetin e shtetit përmes procedurës urgjente të aktit normativ për të akorduar shumën prej $10 milion si financim pjesëmarrje në kompaninë e Mira Muratit të quajtur Matching Thinking Lab. Financat e kanë argumentuar nevojën dhe urgjencën për këtë ndryshim të shpejtë të buxhetit, me faktin se financimet për startupin e Mira Muratit duhet të realizohen sa më parë. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka argumentuar se startupi drejtuar nga Mira Murati është një nga projektet më inovative në nivel global në fushën e inteligjencës artificiale që pritet të sjellë përfitime edhe Shqipërisë, si në aspektin ekonomik ashtu dhe sa i përket imazhit të vendit dhe pozicionimit në komunitetin botror teknologjik. Ky financim për $10 milion sipas relacionit do të mbulohet nga të ardhurat e fituara nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Më 15 prill, kryeministri Edi Rama për herë të parë tregoi që Shqipëria do të jetë bashkëfinancuese e startupit më të ri të Mira Muratit në fushën e inteligjencës artificiale. Gjatë një vizite në një kompani kreu qeveristase ka ardhur koha që shteti të hyjë në kompani që të ndihmojë në financimin e tyre dhe të ketë gjithashtu përfitimin e tij.